Detoksin ty ta kam përgati unë që të kesh... Shumë mirë se na duhet tani. Një sekond, dale, mos unë Jo, unë do t'i qyroj, do t'i tregoj pastaj se çfarë kam gëtuar. Mos unë nxito, të të ndihmoj dhe ty, pse? Sa herë që kam ndihmë, unë gjithkohë kam çdo ditë ndihmë, urdhëra. Problemi i bëjmë kështu rrath. Por, do të marr borx pa kuj këtu, sepse do të shtoj. Kam gjalpin me vaj. Bëra një kaurdisje miellit në misri dhe tash do shtoj direkt miellin e grurit. Ndërkohë, tani në veri me mësuar që të konsumojmë patjetër më tepër ujë, por edhe të konsumojmë një ujë të pasuruar me minerale, me vitamina, kështu që një ujë të pastrues, hidratues, detox që i themi me kastraveca. Tek ujë, i shtojmë dhe i mbajmë për gjatë vetëm një dite, limon, gjithashtu, dhe ginger. Për shembull, disa orë, përpara se ta konsumojmë, e kemi marrë me vete dhe do të kuptojmë nga dita në ditë një lëkurë më të pastër, po i shtojmë edhe gjethe majdanozi, pse jo? Një lëkurë më të pastër, një trup më të hidratuar, përballojmë më mirë vapën, i freskët, në momentin që e konsumojmë po duam shtojmë edhe kuba akulli. Dhe ja, është ai ujë që të gjithë e preferojmë. Dikush preferon të shtoj fruta të tjera, dikush preferon të shtoj karafil për shembull, ose elemente të tjerë që i ndërthurin dhe i kombinojnë së bashku. Dikush vetëm ujë majdanozi, kastravec apo vetëm limon, kështu që mirë është që atë ujë mos e pim ashtu